luftimet e vogla kundër përgjigjet për të ruajtur nderin e tyre do të jenë edhe midis Izraelit edhe Iranit. Për shembull sot ministri tani para 2 orësh, ministri i Izraelit i mbrojtjes shpalli gjendjen e jashtëzakonshme se pritet një sulm i tillë, por nuk do të ketë përmasat e një lufte. Lufta është diçka tjetër. Qartë. Ju e përmendat edhe Rusin, zotin Esho, një aleate e Iranit. Do me thënë, çfarë parashikohet? A do ta shfrytëzojë Vladimir Putin këtë konflikt dhe si? Cila do të jetë qasja e tij? Po, pyetja është shumë e rëndësishme dhe me shumë vlerë. Putini në fakt është humsi i madh pasi fitoi duke qenë fuqia kryesore dhe ngriti kredencialet e tij për të qenë një nga aktorët kryesor në lindjen e mesme pas tërheqjes së administratës Obama nga Siria. Tani shikon që pas fitores të regjimit dhe rënies së Asadit në Siri, interesat e Rusisë janë ridimensionuar. Është fuqizuar Turqia, linjat e bashkëveprimit me Iranin janë dobësuar dhe treshja që deri para 2 vjetëve zotëronte ishte treshja kryesore negociatore për të rregulluar çështjet e lindjes mesme, tani është prishur, nuk është e tillë. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë rikthyer fuqishëm në lindjen e mesme, por nga ana tjetër kërkojnë që të rrisin bisedimin me Rusinë, duke ndarë Rusinë nga pjesa e kundërshtarëve të tjerë si të Kina. Në këtë kuptim është bërë një ndarje domethënë e zonave tyre influencës, kjo është e para, dhe e dyta, psikologjia ruse është e tillë që të jetë një rend tjetër ndërkombëtar ku të ndahen influencat midis 3 fuqive kryesore, midis Kinës, Rusisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po të shikosh deri tani, Putini gjithmonë ka qenë edhe i ka hapur 3 jeshile dhe pretendimeve të Trumpit për të marrë territorin e Greolandës, sepse e shikon atë si një ndarje të zonave të tyre të influencave, për arsye sepse projekton rritjen e fuqisë së tij. Kur vjen puna te Irani, unë mendoj që këtu midis amerikanëve dhe rusëve është bërë një ndarje, duke thënë që ata do të vazhdojnë bashkëveprimin e tyre, dihet që Irani e ndihmon në Rusinë edhe me dhënien e droneve, me bashkëpunimin e tyre ekonomik, me blerjen e centralit bërthamore dhe pajisjeve bërthamore, që është një ndihmë financiare tepër e madhe me Rusinë, por Rusia në këto momente nuk mund të rrezikojë aksionet e saj që kërkon të rikthehet fuqishëm në Euroazi për të projektuar idenë e perandorisë së saj. Domethënë, në këtë ekuacion Rusia në më të shumtin do të jetë një aktore e cila do të kundërshtojë veprimet e perëndimit edhe të Izraelit, do të kërkojë që të jetë pjesëmarrëse, sidomos në forumet ndërkombëtare e Këshillit të Sigurimit, në produktet e një marrëveshje midis Iranit edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nuk do të jetë një aktore aktive në këtë konflikt. Por nëse në këtë ekuacion do të vendosnim edhe Turqinë, zotin Esho, Erdogan nuk i ka fshehur asnjëherë sulmet e drejtë për drejta që ka bërë ndaj Netanyahut, duke cilësuar atë dhe Hitler, gjithmonë e lidhur kjo me luftën e pamëshirshme në Gaza. Mund të ketë një zgjim të Turqisë në këtë konflikt? Ose një pjesëmarrje ndryshe të saj? Turqia është zgjuar tashmë nga fuqia rajonale, pretendon të bëhet një fuqi botërore dhe kjo ka ardhur nga mënyra dhe politika që ka realizuar lideri i saj i fortë që është presidenti i Turqisë, Erdogan. Nuk mendoj e vetmja gjë që Turqia shikon nga ky konflikt, shikon që mos armatoset Irani për arsye sepse e shikon si një proces që i takon asaj përpara se sa Iranit armatosja me armë bërthamore.
gjë e tillë e cila nuk do të pranohet si nga Rusia, ashtu edhe nga Europa e Bashkuar. Është një fuqi gjithmonë në rritje e cila mund të bëhet edhe një fuqi bërtamore, siç është Turqia, me ambicie për të rikthyer peranorinë e saj në otomane.